Hektare Jazi, punati i Malin dhe Bregut. Po, prona ime komplet, thot, do të shem në shpinë, thot, do të shoh, do të fus në burg. Te vin me polici, zonja gazetare, kanë marrë në vllajën tim në rajon Vorë sot me nënën time. E kupto, bëjnë pastrim paresh, me zëptim pronesh. Të shi neve në kanë lënë 1 hektar tokë në shtëpi. Juve mendon se juve ju rrezikohet edhe shtëpia Gazmend? Po. E kam pronë vjetër të rashgume nga gjyshi, shiko ku i ke live, jeva kam shpinë këto, i lirë lila, bashkë me ca gjajet e vetë e ca tjerë, pretendojnë se kanë tokë me 7.500 ishit. Unë e kam me tokë vjetër para reformës 46. Te vin me polici, zonja gazetare, rajoni numër Vorë, t'jap emrat, shkruaj. Kanë marrë në vllajën tim në rajon Vorë sot me nënën time. Po bajim ka blej një objekt sejr, që ka qenë 91 kur është përbërë kooperativa, ish kooperativë bujësore, edhe qëlloj kjo pronë blok si për tokë gjyshit, Muharrem Karaj gjyshi. Edhe e bleu babaj, me fatura komplet gjithi ka, e kupto, edhe e ka dhënë me qerat gjithë. 97 s'ka pas 7 herë, me rëmuja këte kanë zirë certifikata false, 97 në gjithë një vend bivendosje. Të shiu kam 47 dylym, unë kalon veç 1 hektar, dhe më thonë, mi kanë prish komplet. Kam 4 hektar sejr, 3 mi kanë shenë, veç 1 hektar. Më kanë morë dhe më thonë 7 dylym tokar, edhe 30 dylym sejr mi kanë prish. 30 mirë thash, 3 hektar sejr, 7 dylym tokar mi kanë morë. Kush ti ka marrë? Naim Picari, hektare Jazi. Komuna në ka hedhë në gjukat tartë me na zhvesh pronën me gjithë objekt, me bo pronë shteti. Ndërkohë që juve keni me letra, me dokumentacion të rregullt që prona është e juaja. Po, me tapit vjetër edhe kam fut te certifikat me nxjerr certifikat të shjap aplikimi, po ata nuk e nxjerrin, bëjnë bllokim. Nuk e marrin për bazë vendim në gjykatë. Po çfarë duan të bëjnë aty? Për çfarë i duan? Për çfarë po ju marrin tokën? I rrethojnë, edhe bëjnë kabanone, bëjnë bashkëpunim. E kupto, bëjnë pastrim paresh, me zëptim pronesh. Si është vendimi i gjykatës? Vendimi i gjykatës o pronesh, që pronesh Agim Karaj, edhe toka vjetër. Te në fut me pushtete e zonjë gazetare, nuk kështu. Te veç me hik gjithë, se nuk pysin të asë për drejtësi, asë për jenë grupë. Ky hektare Jazi është një Malin dhe Bregut me pushtet. O me pushtet, me përdën. Po, e kanë ndërtu kapanonin, nuk e pe, para, ka hudë blinda. Edhe Durim Picari e kanë ndërtu para gjadës, to ka ndodhe Dvorë Fushkuj kilometri 5. Ke kalaja prezës, poshtë, pranë kollidimit makinëve. Ke kollidimi. Te kanë bo kërdine e zonjë, gazetare, e kanë betonizu venin, të shim kanë ardhë deri kë shtëpia. E në thotë, së është toka jota, tokë shtetë, thotë, nuk ka toka jota, ne ka thonë bashkia. Unë bashkisë e ka marrë vendim gjykate, nuk e di që më bo. Blerim Shere, kryetari bashkisë, shefi komerciatit numër 7 Vorë, Elton Shahini, OPG rajoni numër 7, Naim Kadiu, OPG rajoni 7 Vorë, Fabiola Stoli, inspektor zone Ardian Leshi, i Vorës, gjithë to. Inspektor zone Gjevahir Babasi, shef krimesh i Vorës, Kuart Xholi. Do që gjithë janë bashkëpunim, një vend. Po pra, Gazmend, gjithë këta vinë aty vetëm për të zaptuar pronën vinë aty, na morin neve, na majnë atje në rajon, edhe e bëjnë, se baba im ka bo burg politik në Spaç, persekutim atëhere, persekutim të shi. Të shi neve në kalon 1 hektar tokë në shtëpi. Juve mendon se juve ju rrezikohet edhe shtëpia Gazmend? Po. Hektare Jazi, punati i Malin dhe Bregut. Po, prona ime komplet, thot, do të shem në shpinë, thot, do të shoh, do të fus në burg.